Deklaratat e fundit të ish konkurrentit të Ferma VIP, Adion Puka, kanë sjellë një tjetër përplasje publike dhe kanë rikthyer në qendër të vëmendjes raportin e tij me Olën, një nga historitë më të komentuara të këtij edicioni të reality show-t. Gjithçka nisi pas intervistës së Adionit së fundmi, ku ai foli për herë të parë më gjatë mbi marrëdhënien me Olën pas daljes nga formati. Ish fermeri u shpreh se ndjenjat ndaj saj janë reale dhe se dëshiron që njëja e tyre të vazhdojë edhe jashtë kamerave. Ai tregoi se raporti i tyre nuk ka qenë thjesht një dinamik loje apo një afrimitet i krijuar vetëm për spektakël, por diçka që sipas tij ka lindur natyrshëm gjatë qëndrimit në fermë. Një nga momentet që u rikthye në vëmendje gjatë intervistës ishte edhe puthja e famshme mes tyre në natën e eliminimit të Adionit. Në momentin kur moderatorja lexoi emrin e tij si të eliminuarin e radhës, ai surprizoi publikun dhe banorët duke ju afruar Olës dhe duke e puthur për herë të parë në buzë. Ajo sken u bë menjëherë virale në rrjetet sociale dhe u komentua gjerësisht nga publiku, ndërsa shumë ndjekës e konsideruan si momentin që vulosi zyrtarisht raportin e tyre sentimental. Por pikërisht kjo marrëdhënie ka qenë shpesh e shoqëruar me polemika, sidomos për shkak të reagimeve të familjarëve të Olës. Gjatë intervistës, Adioni u pyet drejt për drejt nëse ka kontaktuar me familjarët e saj pas daljes nga formati dhe si e kanë pritur ata raportin mes tyre. Në përgjigjen e tij, ai la të kuptohej se komunikimi ka ekzistuar dhe se gjërat mes familjeve janë parë me një qasje më të butë. Kam folur me ta, po, kanë folur edhe familjarët e mi para meje, deklaroi Adioni. Kaq mjaftoi që në rrjet të nisnin aludimet se familja e Olës mund të kishte ndryshuar qëndrim ndaj tij, sidomos pas tensioneve që ishin shfaqur më herët gjatë spektaklit. Kujtojmë se gjatë një vizite surprizë në fermë, vëllai i Olës kishte reaguar mjaft ashpër ndaj afrimit të saj me Adionin. Ai ishte shprehur kategorikisht kundër raportit të tyre dhe i kishte kërkuar motrës të ruante veten dhe dinjitetin e saj. Madje deklaratat e tij në atë kohë u komentuan shumë në rrjet, pasi ai dukej i qartazi i pakënaqur me sjelljet dhe afrimitetin që po krijohej mes tyre brenda formatit. Mirëpo, vetëm pak orë pas intervistës së Adionit, në redaksinë e kryefjala.com kanë bërritur një reagim nga familja e Olës, duke përgënjeshtruar publikisht çdo pretendim për kontakte apo komunikim me Adionin dhe familjarët e tij. Mesazhi është dërguar nga kunata e Olës, e cila ka folur në emër të bashkëshortit të saj, Fabian Elezajt, vëllait të Olës. Në reagimin e saj, ajo mohon kategorikisht çdo takim apo komunikim mes tyre dhe Adionit. Përshëndetje, ky është lajm i rem. Fabian Elezaj, im shoq, nuk ka takuar as kontaktuar asnjë familjar të Adionit dhe as atë personalisht. Çdo pretendim nga ana tjetër është gënjeshtër. Faleminderit, shkruhet në mesazhin e dërguar për kryefjala.com. Por reagimi nuk ka përfunduar me kaq. Më tej kunata e Olës ka sqaruar se familja nuk ka dashur të përfshihet publikisht në këtë histori, por sipas saj deklaratat e bëra nga Adioni i kanë detyruar të reagojnë publikisht për të mos lënë vend për keq interpretime. Po flas në emër të bashkëshortit tim se nuk dua që emri im të përfshihet dhe sinqerisht nuk duam të përfshihemi të gjithë si familje, por nga që po bëhen deklarata duke na përfshirë edhe ne u ndjem të detyruar t'i përgënjeshtrojmë, vjen reagimi. Megjithatë, historia e Olës dhe Adionit vazhdon të mbetet një nga temat më të nxehta që kanë dalë nga Ferma VIP, duke treguar se raporti mes tyre vazhdon të zgjojë interes dhe debat edhe pas përfundimit të eksperiencës në fermë.